ne kemi të domosdoshme jo vetëm pikën dhe kontaktin për të takuar me strukturat e partisë, të cilën ne kemi bërë të pandashme, por e kemi të domosdoshme për të biseduar dhe për të takuar qytetarët. Ajo e cila që unë kam vëre është sepse sot njerëzit ndihen të pa përkrahur, të pa mbrojtur, nuk kanë mundësinë e krijimit të biznesit, të hapjes së një vendi pune ose të plotësimit kërkesave kryesore familjare për familjet e tyre. Dhe ajo që ne duam të kemi në kontakt të përditshëm me njerëzit është jo vetëm që ata të jenë të gatshëm që të shkojnë të votojnë, por dhe të kemë mundësinë që të votojnë atë që ata duan, pra personin që ata duan, njeriu që ata duan, dhe pse jo edhe formacionin politik që ata duan. Unë jam e bindur që ne si Lëvizje Socialiste për Integrim kemi shanse dhe mundësi, sepse krijimi i hapësirave të reja për trinjt, për trejat, për gratë, për vajzat, për shumë njerëz të cilët vinë jo vetëm nga shoqëria civile, por dhe nga bota akademike, japin hapësira për përfshirjen e shumë të rinjve dhe të reja, e përfshirjes së shumë njerëzve, por dhe krijimin e disa, po themi, hapësirave më shumë të qytetarëve për të zgjedhur. Qytetarët kanë nevojë të shikojnë shumë opsione, kanë nevojë të shikojnë shumë alternativa. Sa më shumë alternativa të shikojnë, aq më demokraci ka brenda një procesi. Edhe pse demokracia në Shqipëri është shumë e brisht, sot ne kemi të domosdoshme jo vetëm të qëndrojmë për të konsoliduar demokracinë, por edhe për ta zhvilluar atë më tej. Ngjarjet në Amerikë treguan që shtetet e forta dinë të ringrihen mbi emocionet politike, mbi interesat individuale, mbi shumë gjëra dhe ashtu sikurse edhe shqiptarët në momentet më të vështira të tyre kanë ditur të ringrihen mbi interesat apo edhe mbi allizhverishet personale të individëve të caktuar. Unë në fakt doja ta nisja ditën me një si 9 me këtë strukturë në zonës 9, në mënyrë të tillë që bashkë me Rionën, me Vojën, me Kolin, por edhe me ju, edhe në kuadrin e pandemisë që na lejon të pamundur takimet e mëdha, por nga njëra anë ka një avantazh dhe eficiencë më të madhe, sepse na bën të mundur takimet në shtëpia me qytetarët. Unë e di që sot në Tiranë qytetarët janë më pak shpresë. Sot qytetarët kanë mundësi që të paguajnë taksa, i kanë mundësi që taksat t'i paguajnë shumë më shumë se që kanë pas paguar 4 vite më parë, kur në fakt mundësitë e tyre për të pasur të ardhurat në xhep nga pagat, nga biznesi i tyre, jo vetëm janë minimale, por po shkojnë drejt reduktimit. Pandemia ka rënuar ekonominë e qytetit Tiranës, por nga ana tjetër dhe ndihma e qeverisë për bizneset ka qenë jashtëzakonisht e vogël, mos themi inekzistente, ka qenë thjesht një fasadë. Pra më shumë i është përkushtuar, po themi, oligarkëve të emëruar për t'u dhënë para dhe fonde nga buxheti i shtetit, se sa janë përqendruar për t'u dhënë bizneseve për të mbijetuar apo edhe për të shmangur atë falimentim. Kështu që ajo që mendojmë ne tashmë s'kemi më kohë, evidentimin e njerëzve, takimin me ta, bisedat me ta, dhe ajo që është më e rëndësishme është që qytetarët në 25 prill duhet të shkojnë të votojnë ke kutia votimit. Ndërkohë që ne në fakt në LSI kemi këtë shans, se pjesën më të madhe të votuesve tani kemi 33 dhe atë kartën e identitetit e kanë akoma në afat që nuk ju ka skaduar, por pavarësisht nga kjo ne duhet të informojmë çdo qytetar për t'u pajisur me kartën e identitetit, për ta rinovuar atë, edhe pse me thënë të drejtën në këtë situatë krize është shumë e shtrenjtë për ta, por nga ana tjetër është edhe verifikimin në listat e zgjedhësve ku ne duhet i verifikojmë gjithë njerëzit, sepse mund të bësh kartën e identitetit, po gjendja civile të ka çu nga Tirana me votu në Kolonjë apo në Sarandë apo në Tepelen. Kështu që kjo është detyra strukturave të partisë. Strukturat e partisë këtë kanë për detyrë, evidentimet e problematikave të listave të zgjedhësve, pajisjen e njerëzve me kartat e identitetit për të informuar ata dhe sigurisht rikujtimi i një procesi shumë të rëndësishëm në jetën e shoqërisë tonë, që është 25 prill, që do të jetë një referendum mbar popullor ndaj një gjëje jashtëzakonisht, po themi, problematike që vetëm i ka krijuar probleme Shqipërisë. Kryetare, ne jemi shumë të lumtur që ti e ke pirë kafën e mëngjesit apo e pim kafën e mëngjesit së bashku sot. Neve jemi, siç dhe ju e përmendët, me një grup shumë ngushtë të anëtarëve të ministrisë numër 9. Jemi me komshinjt në këtij kompleksi të madh që qëndemi këtu. Ashtu siç edhe ju e përmendët me drejt, ne kemi nisur
pavarësisht se LSI-ja nuk di ndonjëherë të ndalojë në procesin e organizimit, por normalisht me afrimin edhe të zgjedhjeve ritmi është më i shpejtë edhe përgjegjësia sa vjen dhe bëhet më e lartë, gjë që na detyron në një farë mënyre që edhe takimet edhe mbledhjet jenë më të shpeshta për të shkuar në organizimet që ju përmendët dhe për të arritur objektivin ton madhor që në fundit është që ndatë 25 prill për gjithë ne, për gjithë shqiptarët filloj një jetë e re. Një jetë e re me shpresë, me dëshirë për të jetuar këtu, një jetë e re me një ekonomi më të mirë, që të gjithë ne të kemi një jetë më të lumtur të fundit, sepse edhe nga bisedat që bëjmë për ditë, jeta është bërë shumë stresante dhe depresioni social të thoja unë që po përjeton gjithë shoqëria është për të ardhur keq për shumë i lartë. Njësia administrative numër 9 është një njësi goxha e madhe, një njësi shumë e rëndësishme e Tiranës, por që fatkeqësisht ashtu siç edhe zonat e tjera kanë shumë probleme. Si antar e Këshillit Bashkiak, që kam qenë në periudhën e 2015 deri në 2019, unë jam munduar që ta ndjek me shumë përgjegjëshmëri, jo vetëm si banore e kësaj zone, por njëkohësisht edhe si një antare e re në njësinë në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Dhe problemet që shpeshherë kam ngritur aty bashkë me kolegët e mi këshilltar dhe dua të them që kemi qenë një grup që vërtet kemi luftuar me shumë shpirt edhe me gjithë përgjegjësinë që na takonte dhe pozicionin që kishim për të bërë sa gjëra të mira për lagjen tonë, sepse këto punët e mira duhen filluar që nga ai territori i vogël ku ti zgjohesh çdo mëngjes dhe përshëndet komshinët e tu dhe për të shkuar më tej në gjëra madhore. Dhe infrastruktura, edhe ju gjithë e dini, është një problem shumë madhor dhe që vazhdon akoma këtu në njësi numër 9. Sot në mëngjes jemi gdhir tek zona e Don Boskos me rrugë të përmbytura, që nëse rreshtit e shiut do të vazhdojnë, siç edhe lajmet kanë raportuar, e sigurt që ne aty do të ndeshemi përsëri me ato përmbytjet që janë bërë të zakonshme për ne tashmë. Urojmë Zotin jo. Urojmë Zotin jo. Atë shpresojmë, por aman shkenca prandaj është që na thotë kështu do situata që merrni masa dhe masa duhet ishin marrë faktikisht. Vazhdon ende infrastrukturë dobët në gjithë zonën këtu informale sidomos, ku ka rrugë ende të pashtruara, puseta të pambyllura, mos folur pastaj për gjëra luksi le të themi që është ndriçimi, sinjalizimi e gjitha këto gjërat e tjera. Jemi një zonë që kornizohemi shumë afër, paktën po flasim me le të themi një 2-3 gjëra probleme kryesore, përqendrohemi me pozicionin gjeografik në cilën ndodhemi tani. Siç është për shembull bulevardi i ri, që janë prishur gjithë ato shtëpi aty dhe që vazhdojnë akoma banorët betejat të pa numërta me pjesën e kompensimeve. Ata janë banorë njësisë numër 9, por nuk banojnë në njësi numër 9, kanë gjetur shtëpi me qira, janë strahuar nëpër njerëzit e afërm sepse mundësitë ekonomike i kanë detyruar të tillë, pra janë një numër i lartë banorë që e vuajnë këtë pjesën e mos patur të një vendi stabil akoma. Probleme ekonomik që është një problem që është i gjithë shqiptarëve fatkeqësisht. Nga kjo tavolinë ku ne jemi këtu, për shembull, Luzi ka mbaruar për ekonomik dhe sot i duhet bëj një punë që s'ka lidhje fare me profilin e saj, të ndihmoj të jam në një biznes familjar që nuk ka lidhje fare me profilin e saj dhe kjo për një të ri unë e kuptoj shumë mirë sepse janë vetë një vajzë e re, është një demotivim shumë i madh që ti e nis jetën dhe unë shpeshherë edhe me humor bëj me babain tim ku më thotë që si bën ti sikur ke gjithë hallet e botës. Po i kam them sepse jam një vajzë e re dhe ndjej vetëm të pamotivuar në aspekt profesional, sikur kam investuar kaq shumë dhe mos a kesh një arritje në aspektin profesional që ti mund të kesh gjithë ato kushtet dhe kriteret, kjo ty të demotivon. Dhe shumë për ta ardhur keq që brezi jon është një brez që ndjet shumë i demotivuar në këtë pjesë, kur sakrificat e prindërve tan kanë qenë shumë të mëdha në arsim dhe për shqiptarët arsimi është primar dhe prindërit sakrifikojnë çdo gjë që fëmia të marrë një arsim të duhur. Kështu që janë shumë gjëra, shumë probleme, të cilat janë thelbësore dhe jetësore, por ne jemi shumë entuziast dhe jemi me bindje të plotë që po të bashkojmë gjithë forcat së bashku, ashtu siç LSI-ja gjithmonë e ka treguar. 25 prilli do të jetë dita e çlirimit ton shpirtëror, por edhe e një qasje të re që do të vinë në politikën shqiptare për të cilën ne kemi kaq shumë nevojë. Kështu që ne jemi mirënjohës shumë LSI-s dhe juve kryetare për mbështetjen e madhe që na jep ne si të rinj. Unë akoma më pëlqen, pavarësisht se tani kam gati 4 vite që përgjegjësitë e mia janë në LSI, pra le të themi jo në forum rinor, por e kam të pamundur që ta ndaj shpirtin dhe zemrën nga. Ne do të jemi mirënjohës votuesve të LSI-s, qytetarëve, faktikisht se LSI-ja mund të ishte një emër, por nëse nuk do të ishin ata të rinj, të reja, qytetarët, brezat, 16 breza që e kanë votuar LSI, nuk do të ishim ne kjo jemi. Kështu që edhe detyrimi ynë moral dhe njerëzor, po dhe politik është i jashtëzakonshëm,
që jo vetëm për Lusin dhe për ty, por edhe për shumë të rinj të treja, ne duhet të krijojmë hapësira që njerëzit të orientojmë drejt tregut të punës, të orientojmë drejt profesioneve të tyre. Unë djem pas emisionit që isha në një debat televiziv, Eriolit i kishte dërguar një email, një djalë nga Anglia, i cili ishte atje analist financiar, që donte të ktheheshte në Shqipëri, por nuk kishte garancinë e punësimit. Pra, një djalë shqiptar, studuar për financë, punonte në Angli dhe merrte dhe kishte dëshirën që të riktheheshte të punonte përsëri në Shqipëri. Pra, kjo është jo vetëm energji pozitive, por kjo tregon që ne kemi kapacitete intelektuale, dhe jo vetëm kapacitete intelektuale, por kemi dhe me të vërtet janë asete, të cilat kostoja e një shteti apo një institucioni shtetëror është shumë e vogël jo vetëm për t'i rikthyer, po e ka koston zero, por nga ana tjetër beneficat dhe përfitimet do të jenë shumë të mëdha. Kështu që edhe Lusin që kemi ekonomiste, ekonomia shqiptare sidomos ka nevojë për ekonomistë, dhe sidomos ka nevojë për ekonomistë që duan ta ndryshojnë. Do mendoj që ekonomia shqiptare ka nevojë më shumë për ndryshim rrënjësor, mentalitet të ri. Unë mendoj që në ekonominë e Shqipërisë nuk është vetëm blej dhe shit, siç e ka kthyer Edi Rama, shit toka këtej, zero harta andej. Ekonomia shqiptare është arsim për fëmijët e shqiptarëve, është shëndetësi, është infrastrukturë, është zhvillim, është standard jetese dhe mbi gjitha është dashuri familjare. Sepse në një familje ku ekonomia është e konsoliduar, ajo familje jo vetëm është më shëndosh, jo vetëm është më e ngrohtë dhe më e konsoliduar, por dhe vetë sistemi i shoqërisë, zhiri i shoqërisë është më i strukturuar. Një ekonomi e fortë në një vendi sigurisht krijon edhe një shtet të fortë, konsoliduar, serioz, me integritet, dhe në fakt nuk kemi faj, as Lusi s'ka faj që është e shqetësuar edhe e mërcitur, por ne kemi bërë ngatrime se ne ngatrojmë kasapin me kirurgun, ekonomistin me spacatorin, kështu që ekonomisti dhe juristi edhe bëhen bashkë. Por Rama e ka shkatruar administratën publike, ka rënuar imazhin dhe profesionin jo vetëm të ekonomistit, juristit, por edhe të mjekut, edhe të infermierit, sepse nuk do të ndodhte kjo që ka ndodhur që në 2 vjet, në 3 vjet kanë ikur mjek dhe infermier pa fund. Dhe nëse do të vazhdojmë me këtë ritëm, mbas 2 vjetësh në spitalet tona nuk do ketë më infermier. Dhe jam studentët e mjekësisë mësojnë gjermanishten, të infermierisë mësojnë gjermanishten, por ndërkohë ne vetëm ne sa kemi djemë dhe vajzat tona që janë me kontrata pune në Gjermani, të cilët dhe biles dje kur po bënim kalkulimet, ne kishte ardhur Erlin Çela nga Amerika, i cili ka ardhur për t'u angazhuar për fushatën e zgjedhjeve, ka i para 3 vjetëve ka ikur me green card në Amerikë, dhe po bënim kalkulimet se sa i kushtonte fatura e jetesës në mes të New Yorkut një shqiptari që ishte me green card, që kishte 3 vjet dhe që ishte me shkollë të lartë, ai ishte me shkenca sociale, pra që kishte bërë dhe konvertimin e diplomës, që kishte plotësuar kreditet, dhe faktikisht sa kushtonte jeta e një shqiptari këtu, kur ajo që ishte ai me një bilet, po themi, biletën atë abonen e transportit, shëtiste gjithë shtetin e New Yorkut me $127 nga një ricep në cepin tjetër. Kur ndërkohë ne, domethënë, është e pamundur që këtë buxhet ta kesh, apo energjin, gazin, ujin, gjithë taksat e shtëpisë i kishte $40 në muaj. Kur ne sot $40 në muaj ke vetëm me fut çelësi ke dera shtëpisë. Njerëzit për pagu drita, ujë, taksa, pra jo për të jetuar, po vetëm fusësh çelësin ke dera shtëpisë. Kështu që mundësit dhe hapësirat në Shqipëri janë jashtëzakonisht mëdha, ka keq menaxhim, ka dhe mungesë vullneti, jo vetëm politik, por edhe mungesë dashurie nga njerëzve. Mo Koli. Të falenderojmë shefe për pjesëmarrjen këtu, që na nderove me ardhen tënde. Ne do të keni për ditë, vetëm ftoni. Maksimalisht edhe me antarët, edhe jashtë antarësisë, për të sjellë sa më shumë votues që LSI-ja do të shkojë
tek njësia nëmër 9, numër 1 në Tiranë. Problemi është që në fakt ne flasim për njerëzit e LSI-s, por njerëzit e LSI-s janë njerëz të cilët janë aktiv gjithkohës. Ajo që ne duhet të jemi në kontakt nuk është vetëm ke njerëzit e LSI-s, është që duhet shkojmë ke çdo qytetar. Sepse çështja e papunësisë, çështja e shëndetësisë, çështja e arsimit, është e gjithëve, nuk ka. Dhe ata që janë më të zgënjur nga gjithë janë socialistët, me thënë të drejtën, sepse ata kanë qenë njerëz të cilët pushtetin e tyre, votën e tyre, mundësitë e tyre u shpërdoruan nga rilindja dhe në fakt ne duhet jemi shumë mikpritës ndaj atyre, jo thjesht për t'u marrë votën, por ne duhet jemi mikpritës dhe duhet jemi bashkëpunues me ta për të krijuar një platformë qeverisje të mirë, jo për sa i përket thjesht individuale, por një platformë qeverisje të mirë që ju shërben qytetarëve drejt për drejt. LSI-ja duke qenë partia e trimëve dhe trejave, në fakt nuk është një parti që mendon të mbushi xhepin e njërit apo tjetrit. LSI-ja duke qenë partia e trimëve dhe trejave është një parti e cila kërkon ndryshimin e këtij sistemi, mbylljen e tranzicionit dhe krijimin e hapësirave të reja. Në qoftë se brezi i Monikës apo i kujt tjetër e kaloi gjithë rininë e saj në tranzicion, unë mendoj që brezi i Lusit, Erion ose shumë të tjerëve duhet të ndryshojnë në mënyrë të tillë që të jenë si danezët, se s'ka danezët asgjë më, as më shumë as më pak se ne. Lusi, ku ke mbaruar ti Lusi? Për çfarë ke bërë masterin? Financë, kontabilitet, më shumë. Por nuk ke marrë të licencën e kontabilitetit? Apo duhet të kesh eksperiencë pune? Sa eksperiencë? Apo 2 vjet, ëh? Po mirë. Mund të bëhet, domethënë. Po, më për financë. Në profil edhe. Jo, vërtet. Patjetër të duhet marrëdhënie pune apo i duhet eksperiencë? Një eksperiencë. Apo në çfarëdo lloj pozicioni pune, apo në profilin tënd? Nuk është e rëndësishme. Nuk është e rëndësishme.